A ja vlen të studiosh, apo sa ja vlen një diplom? Zbuloje vetëm në këtë video. Deri në vitin 2030, 2/3 e punëve do të kërkojnë diplom. Pa të, shumë profesione nuk do të jenë të mundura. Nuk mund të bëhesh as mjek, as avokat, as kushënjer në disa vende. Pse? Sepse diploma dëshmon që ke njohuri dhe aftësi për atë punë. A ka lidhje diploma me pagën? Po, por në Bashkimin Evropian, një person me fakultet fiton 30 deri në 40% më shumë gjatë gjithë jetës dhe ka 2 fish më shumë shanse për të gjetur punë brenda 6 muajve. Sigurisht, varet çfarë profesioni zgjedh. Programues, mësues apo arkitekt, pagat nuk janë njësoj. Por, diploma nuk është vetëm rrugë. Një kualifikim mund të jetë shkolla e mesme profesionale, qeramik, parukier, shofer, kamarier. Këto profesione janë më të kërkuara se kur, si në Evropë, ashtu edhe në Ballkan, dhe mund të sjellin paga më të mira se sa disa me diplom fakulteti. Deri më 2030, BE do të ketë mungesë prej më shumë se 2 milion punëtorësh të kualifikuar në ndërtim, hoteleri, parukeri dhe teknik IT-e. Ka shumë industri ku mund të kesh sukses edhe pa fakultet, nëse je shumë i mirë në atë që bën. Sektori i IT-s kërkon inovator, prandaj nuk ishte çudi që Steve Jobs, Gates apo Zuckerberg i lanë studimet dhe u bën milioner. Këngëtarë si Rihanna, Harry Styles, aktorët Jennifer Lawrence, Millie Bobby Brown ose një nga youtuberët më të ndjekur Mr. Beast janë disa shembuj të njerëzve të pasur dhe të njohur nga sektori i showbizit pa diplom. Madje, një nga regjisorët më të suksesshëm të kinemas në histori, Steven Spielberg, e braktisë shkollën, fitoi 3 Oscar dhe pastaj vendosi që në moshën 55 vjeçare të kthehej në universitet e të mbaronte studimet për regji. Megjithatë, përpos njohurive, diploma gjithashtu është një sinjal që ti di të mësosh, të përfundosh gjërat dhe të funksionosh brenda një sistemi. Fundënësit e vlerësojnë këtë, ndaj ti mos e harro. Në fund, pavarësisht nëse do të studiosh apo jo, ja disa këshilla kryesore. Kur të studiosh? Atëherë kur e ndjen se është koha e dur, nuk është domosdoshmëri menjëherë. Në Suedi, njerëzit fillimisht udhtojnë, punojnë disa punë dhe eksplorojnë. Çfarë të studioni? Kombino 3 gjëra, çfarë të pëlqen dhe në çfarë je mirë. Për shembull, nëse nuk je mirë në matematik, atëherë ekonomiku nuk është zgjedhja e mirë për ty. Çfarë kërkon tregu i punës? Nëse djeg rregullisht burime të dobishme, si Stardot Study, vizito panajiret e punës, njihu me punëdhënësit dhe shko në universitete për të patur një pasqyrë më të mirë të trendeve në cilat punë mund të bësh nëse është vërtet e vlefshme. Zgjidh një universitet të mirë, sepse do të studiosh vetëm një herë dhe nuk do që të kesh një produkt të pavlerë. E së fundmi, hulumto bursa, sepse ndoshta pikërisht ajo deg që ti dëshiron në fakultet nuk ekziston pranë teje, por ekzistojnë bursat e mundësi që të regjistrohesh edhe diku tjetër. Bota sot është një fshat global, nuk është problem të studiosh jashtë, nëse kjo është një trampolin shumë e mirë për karrierën tënde. Ke një episod për këtë në Star. Pavarësisht nëse do të studioni apo jo, do të ndryshoni deri në 5 profesione të ndryshme derisa të dilni në pension. Nuk ka një formulë, ka vetëm një rrugë, ajo e jotja. Ndaj, na ndiq dhe shiko episodet e tjera të Star.